Mirë, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që merrni pjesë në prezantimin e programit të Partisë Demokratike për Sportin. Kam kënaqësinë që për herë të parë Partia Demokratike prezantohet së pari me një departament më vete vetëm për sportin, dhe kjo është iniciativë e grupit të madh të interesit dhe me dakordsinë natyrisht të doktor profesor Sali Berishës për të krijuar një departament më vete i dedikuar vetëm për sportin. Kam kënaqësinë prap që pas shumë kohësh ne njerëzve të sportit na jepet mundësia që të dalim dhe të prezantojmë programin ton, nuk ka ndodhur kjo në 4 vjet më parë, të prezantojmë atë çka ne mendojmë për 4 vjeçarin e ardhshëm qeverisës të Partisë Demokratike. Është një program, do të thoja, ambicioz, është një program që synon ta tejkalojë rolin e sportit vetëm si argëtim. Është një program që do të besoj që do të jetë gjithëpërfshirës dhe ku gjithë secili nga ju dhe nga ne do ta ndjejë veten pjesë të këtij programi. Unë kam kënaqësinë sot që pranë nesh në këtë panel shumë nderuar është profesor doktor Sali Berisha, i cili natyrisht, si në çdo takim tjetër, do ta hap takimin me fjalën e tij përshëndetse për këtë takim për sportin. Fjala për ju, doktor. Së pari, dëshoj të përshëndes përzemërsisht të gjithë ju të pranishme, zotin Pogoni dhe të gjithë anëtarët e tjerë të panelit dhe departamentit gjithashtu për angazhimin e tyre shumë të çmuar, hartimin e një programi me të cilin garantohet një riorganizim, një transformim tërësor i infrastrukturës ligjore, organizative të këtij sektori jashtëzakonisht rëndësishëm për një vend dhe një shoqëri, siç është sporti. Në programin që ka hartuar Departamenti i Sportit apo strategjia e sportit kombëtar, është një strategji me të cilën së pari sporti çlirohet nga mafia qeveritare, e cila në çdo diktaturë është një pseudo aleat i sportit. Kur themun këtë, vjen nga ana e dheut, pse është vllau i kryeministrit, merr klubin dhe vendos pabarazi absolute me klubet tjera. Për meritën e vetme se mafia qeveritare përfaqësohet me vllaun e kryeministrit. Sporti do të ketë ligjin e vet të cilin do garantohen me ligj të gjitha burimet financiare transparente të pastërta, të gjitha investimet, sponsorizimet e sektorit privat dhe shtetëror me inkurajim të madh
do përket ligjit sponsorizimit të angazhimit të biznesit në mbështetje krahas kësaj buxheti për sportin do të dyfishohet. Shanset e barabarta, e theksova edhe një herë, në raport me shtetin të klubeve, janë të domosdoshme për një garë të ndershme fisnike të tyre brenda vendit dhe jashtë. Mafja qeveritare në sport është problematike edhe në pazaret që bëhen pas perdeve, në ato që quhen shitje dhe blerje. Ligji do t'u jap përgjigjen më të rrept. Pra, dhe njëherë, Partia Demokratike konsideron një sektor shumë të rëndësishëm. Partia Demokratike konsideron sportin dhe edukimin të pandar nga njëri tjetri. Edukimi sportiv i nxënësve, i të rive, do t'jetë shtyllë kryesore e sistemit tonë arsimor. Është sot e njohur se çfarë rëndësie ka në suksesin, në rezultatin e individit, performanca e tij, përgatitja e tij psikologjike dhe fizike. Të dyja këto të lidhura shumë me sportin. Degët e sportit do të gjejnë mbështetje, stimuj, jo duke i shpallur kapiten apo kolonel me spaleta, por duke u shpërblyer, pa i militarizuar. Ata apo ato për të gjithë meritën që kanë. Duke shprehur mirënjohje për përfaqësimin e tyre në të kombit të flamurit, në gara dhe suksese ndeshje ndërkombëtare. Ka një moment, sigurisht që futbolli mbetet sportin më popullor, por kjo nuk do thot që të eklipsohen, të injorohen sportet tjera dhe kujdesi mbështetja për sportet tjera. Jo. Do vendoset një proporcion i pranueshëm dhe i drejtë.
në mbështetjen e qeverisë dhe Ministrisë së Sporteve ndaj formave tjera të sportit, llojeve tjera të sportit përveç futbollit. Shqipëria, pavarësisht vështirësive të saj, por ka arritur maja europiane dhe botërore, dhe ky është fakt i pamohueshëm në jo një, por në disa sporte të tjera. Ndaj dhe ne i qëndrojmë mbështetjes së fuqishme dhe përjashtimit të mbështetjeve të njëanshme në financime dhe mbështetje tjera ndaj sporteve, llojeve të ndryshme të sportit. Artani ka bërë disa sugjerime shumë të drejta për ligjin e sponsorizimeve. Ai ligj do të amendohet plotësisht dhe do të përshtatet për t'i hapur të gjithë hapësirën e nevojshme që investitorë të mund të investojnë, të bashkëinvestojnë në klube private, në forma të ndryshme, pra të rritën një lloj si në vendet me sport më të avancuar, burimet financiare për sportin dhe sportistët. Thash dhe njëherë, duhet ta bëjmë sportin element kapital të edukimit, të shkollimit të fëmijëve dhe të rive tanë. Duke ju garantuar për mbështetjen e plotë të qeverisë Partisë Demokratike, ftoj të gjithë sportistët të punojmë së bashku për një Shqipëri madhështore, e cila nuk mund të jetë kurrë e tillë pa një sport madhështor. Pra, të bëjmë gjithçka për një sport të niveleve më të larta, më cilësore. Faleminderit. Faleminderit doktor Berisha për fjalët shumë optimiste që na dha sot dhe për premtimet e tuaja që natyrisht nga eksperienca që keni prej kaq kohësh në drejtim, të gjithë e dim që çdo premtim që është thënë nga profesor Berisha është mbajtur gjatë qeverisjes së tij. Un kam kënaqësinë sot që ne kemi edhe shumë sportistë doktor që janë larguar nga vendi, për shumë shkaqe që ju të gjithë e dini, janë kampion të mëdhej që do të kishin dashur sot të ishin pjesë e këtij takimi dhe gjej rastin që të prezantoj një video mesazh të ardhur nga një kampion bote dhe Europe i dancit sportiv, i cili prej vitesh jeton në Gjermani, është Kristi Spau, i cili na ka dërguar një video mesazh nga Gjermania. Përshëndetje e ardhme e Shqipërisë madhështore. Një falenderim dhe një përshëndetje veçantë dhe e përzemërt shkon për ju, profesor doktor Zoti Sali Berisha, që po riktheni edhe një herë dinjitetin, shpresën dhe madhështinë e Shqipërisë, e cila po humbte dita ditës vlerat e saj. Njëkohësisht dua të falenderoj dhe kryetarin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Zotin Besar Xhaferi, dhe grupin e tij të punës, të cilët nuk lodhen kurrë së punuari, që e ardhmja jon, rinia jon të ketë shpresë, të ketë një të ardhme të sigurt dhe të mos largohet nga vendi për shumë arsye. Nuk mund të harroj dhe pa falenderuar Departamentin e Sportit dhe në veçanti Zotin Artan Pogoni, një vlerë ekselente dhe e veçantë e sportit shqiptar ndër vite. Unë quhem Kris Pau, një ish kampion kombëtar, kampion bote në sportin që kam ushtruar në vite dhe dekada.
një sipërmarrës në disa fusha të ndryshme, i detyruar që aftësitë dhe ambicet e mia të realizoja jashtë Shqipërisë, sepse në ato kohë mungonte drejtësia, mungonte siguria dhe shpresa për një të ardhme të sigurt, por zemrën dhe mendjen e kisha gjithmonë mbrapa, tek vendi im, dhe jam munduar që në çdo moment, kudo ku kam patur hapësirë dhe mundësi, që Shqipërisë tonë t'i riktheja vlerat të cilat po i humbiste dita ditës. Në 2023-shin, pata mundësinë të afroja, të negocioja dhe të përmbyllja së bashku me stafin tim një marrëveshje historike për sportin në Shqipëri. Të realizoj finalja e madhe e një për eventeve më prestigjioze dhe më madhështore në arenën e sportit. Finalja e Formula 1 H2OS. Në ato kohë isha përfaqësues zyrtar i kësaj organizate për realizimin e eventit. Çdo gjë në fillim shkoi mirë e bukur, por nuk zgjati shumë. Për këtë event që do të realizohej në 2024 dhe do të zgjaste një javë, u akordua nga shteti shqiptar një fond për vlerës 1 milion euro, e cila shkoi në bashkinë që mori përsipër mbarvajtjen e këtij eventi, me qëllimin për të shlyer detyrimet kësaj organizate. Dhe ja ku jemi sot, që eventi nuk u realizua, Shqipëria nuk arriti dot të promovohej, dhe pyetja ime këtu është, këto 1 milion euro ku shkuan? Pse nuk ju kthyen sportit? A ju kthyen sportit? Ju falenderoj shumë përzemërsisht dhe uroj dhe jam i sigurt që ne fitoren do ta korrim. I ndanë së bashku. Si puna e insineratorit, Belin. Si puna edhe shumë... Pare tipen, po gjas ato s'duken kund. Si puna edhe shumë aferave tjera që ne të sportit i dim, ne të sportit i ndjejmë dhe i kemi prekur çdo ditë. Kam kënaqësinë që të prezantoj edhe panelin, që është sot në krahun tim. Është profesoresha e nderuar Aida Sheu, pedagoge pranë Universitetit Sporteve, shefe e Departamentit të Lojrave, një nga figurat e sportit shqiptar dhe sot një nga aktivistet më të shquara, sidomos televizijës gruas. Po kështu, kënaqësi shumë e madhe që sot në panel me mua, është një kampion i madh. Është ish kapiteni i ekipit tonë kombëtar të futbollit. Është i përfshirë në politikë si ish kryetar bashkie, tashmë kandidat për deputet i Partisë Demokratike, zoti Salvador Kaçaj. Po kështu kam kënaqësinë që të prezantoj edhe një brez të ri i cili vjen nga forumi rinor i Partisë Demokratike, sekretari i Departamentit të Sportit pranë Partisë Demokratike, me shumë kontribute në këtë forum, por edhe në departament, zotin Albano Stolaj. Unë do të doja, doktori përmendi ato shtyllat e programit, unë do të doja të jem pak më i detajuar në një informacion më të gjerë edhe për publikun që na ndjek live, por edhe për ju që jeni këtu në sallë. Këtu gjej rastin që të falenderoj gjithë bashkëpunëtorët e mi, gjithë Departamentin e Sportit pranë Partisë Demokratike për kontributin e tyre, për mendimet që kanë dhënë për këtë program, për insistimin e tyre në shumë pika të këtij programi, të cilat besoj unë kam shpresën që do të implementohet shumë shpejt me fitoren tonë pas datës 11 maj. Në këtë program, ne paraqitemi me disa objektiva. Objektivi politik i programit kombëtar të Partisë Demokratike për Sportin. Për herë të parë, pas shumë vitesh, pas shumë përpjekjesh dhe pas shumë negociatash, kemi rënë dakord që sporti të vetë qeveriset, pra të dalë më vete. Që do të thotë që ky program që ne paraqisim sot është një program i guximshëm që do të vendosë një kod të ri të organizimit, drejtimit, financimit dhe vendimarrjen politike dhe kronizën ligjore për sportin, duke i dhënë këtij sektorit të domosdoshëm për mirëqenien, argëtimin, edukimin, harmoninë sociale, vëmendjen dhe prioritetin që nuk e ka patur asnjë qeveri tjetër deri më sot. Vizioni i Partisë Demokratike për Sportin, i hartuar mbi ambicien dhe objektivat tonë politike për një Shqipëri aktive, për një komb energjik, për një shoqëri vitale, të shëndetshme fizikisht, synon që të shfrytëzojë fuqinë e sportit për të mirën e përbashkët.
duke investuar në përmirësimin, mbështetjen dhe zhvillimin e sportit dhe disiplinave të ndryshme të tij. Programi për sportin është një program ambicios, i cili synon të tejkalojë termin argëtues të sportit, duke ridimensionuar vlerat edukuese, rëndësinë dhe mirëqenien fizike dhe mendore, impaktin për një shoqëri gjithëpërfshirëse, bashkëpunuese dhe padyshim dimensionin ekonomik të sportit si industri e sportit tashmë. Misioni që ka ky program. Në këtë program ne do të arrijmë që të përmirësojmë dhe të rikonceptojmë infrastrukturën organizative e institucionale dhe të përshtasim të përmirësojmë kornizën ligjore mbi të cilat zhvillohet sporti në të gjitha dimensionet dhe disiplinat e tij sportive. Si qëllime strategjike, pra sportin vete ka si qëllim. Ne jemi i 10 vend në këtë Europë që akoma nuk kemi bërë një strategji kombëtare për sportin. Edhe vendet e rajonit, siç është Kosova, Maqedonia, Malizi, të cilët nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian, e kanë ndërtuar një strategji kombëtare për sportin afatgjatë. Për këtë qëllim, pra, për të bërë një strategji kombëtare për sportin, politika zhvillimore do të jetë produkti një debati gjithëpërfshirës të gjithë aktorëve dhe faktorëve që kanë lidhje me sportin. Filozofia jonë është përfshirja në proces e çdo strukture vendimarrëse për vendime kolegjiale. Mendimi dhe gjykimi i njerëzve të sportit në arsimin e kësaj strategjie afatgjatë do të jetë fillimi dhe përfundimi i çdo vendimi që qeverisja e Partisë Demokratike do të marrë. Në ndihmë të këtij procesi, brenda 6 mujorit të parë të qeverisës, do të analizohen me detajet e gjithë situata në vend, ku do të ngrihen grupe pune si në nivel qendror ashtu dhe atë lokal. Do t'i bëhet thirrje për bashkëpunim ekspertëve të Bashkimit Evropian mbi implementimin e strategjisë europiane të sportit si vend kandidat për Bashkimin Evropian që jemi dhe ne. Ne nuk do të vazhdojmë të shpikim çuditëra shqiptare, kinezërirat që bën kjo qeveri sot, por do të implementojmë atë që kemi firmosur deri dje, Kartën Europiane të Sportit, për të bërë dhe ne pjesë e Bashkimit Evropian edhe nëpërmjet sportit. Natyrisht në qendër të vëmendjes do jenë prioritetet kombëtare sportive. Pra sportet tradicionale, ato që ne na kanë dhënë gjithmonë rezultate, ato që janë masive, ato që ngrejnë lart flamurin e vendit. Brenda 6 mujorit të parë, premtojmë që do të amendojmë ligjin për sportin dhe ligjin për sponsorizimet, duke marrë dhe duke përshtatur modelet më të përshtatshme europiane për ligjin e sportit dhe pse jo, me shumë gjas, duke parë dhe kornizën ligjore për ligjin e sponsorizimit, implementimin e ligjit të Kosovës, ku kam një dakordsi nga gjithë ju, të cilët më keni shkruar dhe sugjeruar që ky ligj është më i përshtatshëm që të implementohet edhe në vendin tonë. Së dyti, qeverisja aktuale që bën shumë propagandë dhe përmend sikur po bën namin në sport. A e dini ju se sa përqind të buxhetit shtetit i shkon sot federatave sportive, federatave cilësore sportive? 0.0138% e buxhetit qeverisë qendrore, rreth 1.6 milion euro. Imagjinoni në çfarë nivelesh është subvencionohet sporti. Premtimi i Partisë Demokratike do të arrijmë që brenda buxhetit parë që Partia Demokratike do të marrë përsipër që të ndërtojë, të shkojmë në nivelet e 1% të buxhetit shtetit. Pse jo, do të përbëjmë maksimumin që për këtë buxhet ne të ndërhyjmë edhe në qeverisin lokale, ku taksative me ligj edhe çdo bashkie, pavarësisht nivelit të cilat ata janë, 2% e buxhetit të miratuar nga Këshillat Bashkiake të shkojë për projekte dhe aktivitete sportive. Natyrisht ajo që bën sens, ajo që ne kemi këmbgulur, është ngritja e një agjencie kombëtare për sportin në varësi direkte të kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave. Kjo do të thotë një vendimarrje më vete dhe një strategji që do të vi dhe do të implementohet vetëm nga ju, vetëm nga ne njerëzit e sportit. Natyrisht që si objektiva të tjerë strategjik, ashtu si thash është ligji për sportin, por ai që është, pra që do të amendohet më njëherë dhe do të përshtatet dhe do të ridimensionohet ndryshe, ligji i sponsorizimeve, rishikim përshtatjes sipas kërkesave të grupit interesit. Çfarë ka ndodhur me ligjin e sponsorizimeve? Ju të gjithë e dini që kjo qeverisje ka amenduar disa herë gjatë këtyre viteve ligjin e sponsorizimeve. Cili është impakti?
thuajse zero. Të mbetet e këtij ligji. Limiti për sponsorizim nga kompanitë e biznesit është tej masa i lartë. Shkon mbi 1 milion euro fitim para tatimit. Natyrisht ka pasur mungesa të incentivimit për biznesin, sidomos në këto kohë. Dhe absurdeve, në ligj është shkruar që drejtori i përgjithshëm i tatimeve dhe taksave lëshon autorizim për sponsorizim. Kjo është e pa dëgjuar, e pa parë ndonjëherë, nuk e kishim dëgjuar dhe këtë. Ja që ndodhi, kjo qeverisë që është sot, se ç'lidhje ka drejtori i tatim taksave që të lëshoj autorizim për sponsorizimin, vetëm Shqipëri ndodh. Efekti aktual, biznesi nuk ka dhe nuk ka interes dhe nuk sponsorizon sot për sportin. Ka një nivel të lartë informaliteti për shkak të mungesës së burimeve financiare. Është një demotivim i skajshëm i atyre pak njerëzve apo bizneseve që sot investojnë në sport. Çfarë propozojmë ne? Ligji i propozuar. Ne propozojmë që shoqëritë tregtare të kenë mundësi që deri 30% të tatimit mbi fitimin mund ta sponsorizojnë dhe investojnë në sport. Kjo besoj është, ju të gjithë e keni dëgjuar, është një kopjo e ligjit gjerman, por që e ka kopjuar edhe Kosova, Salvador mos blet gaboj. Skema se si do të shpërndahet ky sponsorizim, e thjeshtë dhe incentivuese për biznesin, për gjithë individët që kanë dëshirë që të sponsorizojnë, duke ju bashkuar kontributeve dhe financimeve të klubeve apo ligave dhe shoqatave që ka ky vend. Limitet e vendosura. Ne propozojmë në mënyrë që ta bëjmë më të lehtë, edhe nga ana finale zbatueshmërinë dhe më të kontrolluar skemën, të vendosim një limit minimal për çdo kompani që arrin një fitim vjetor përpara tatimit të barabartë me 20 milion lekë të reja ose 210.000 euro. Pra ulet pragu nga 1 milion euro që e ka kjo qeverisje, i jepet hapësirë edhe bizneseve me më pak fitim që të kenë mundësi dhe të afrohen tek sporti. Mënyra e përdorimit të fondeve, si do të shpërndahen? Natyrisht, sponsorizime në infrastrukturë, për të ardhmen e fëmijëve tanë dhe në mbështetje të klubeve sportive dhe federatave sportive. Në infrastrukturë do të shkojë rreth 50% e këtij buxheti, ku do të përdoren për ndërtimin e infrastrukturave sportive, në teknologjitë e re sportive, në logjistikë dhe në blerjen e materialeve sportive. Të gjitha sportet prioritare, si futbolli, basketbolli, voleybolli, peshngritja, mundja dhe një listë gjatë e këtyre sporteve, për sa i takon infrastrukturës, kanë nevojë për terrene sportive, fusha futbolli, patjetër ka nevojë gjithë vendi, për palestra sportive të reja, voleybolli, basketbolli, për pista atletike që vetëm një ka Shqipëria sot, një gjithsej, për pishina olimpike, për palestra mundjesh dhe peshngritjes e tjera si këto. Vlera e pritshme nga ky ndryshim shkon në kufit e 15 milion euro në vit. Sporti i bazës, pra sportet e fëmijët, që ju e dini që është një projekt i çuditshëm, një projekt që është abuziv, ku rreth $5 milion i shkojnë vetëm Komitetit Olimpik dhënë nga kjo qeveri, gjoja të ashtu quajtur për sportin në shkollë. Por se ku shkojnë këto para, ne kemi gati një proces me shumë aktorë dhe faktorë të sportit për ta dërguar dhe për ta denoncuar këtë lloj afere, e cila vetëm në shërbim sportit nuk është. 25% e këtyre sponsorizimeve do të shkojnë për sportin për fëmijë dhe për ligat e fëmijëve, amatorët të fëmijëve. Vlera e pritshme e këtij nga ky sponsorizim do të jetë rreth 7.5 milion euro në vit. Dhe më në fund do dalim tek ajo që mbas ata që merren me sportin elitar kanë shumë prekshme, tek mbështetja e klubeve sportive dhe federatave sportive. 25% e këtij buxheti do të përdoret për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Për të gjitha llojet e sporteve, të cilat quhen elitare, pra ato që quhen sporte profesioniste. Dhe vlera e pritshme në vit është 7.5 milion euro. Tashmë ne përdorim dhe një shprehje pse përfitojmë nga ky buxhet. Është një shprehje uazuar në fakt, ku investim në sport do të thotë një shëndet i mirë. 1 euro investuar në sport sot do të thotë 4 euro të kurshyra në shëndetësi. Nëpërmjet këtij buxheti do të jepet më shumë vlerë, do të ketë më shumë vlerë në klubet sportive shqiptare, më shumë të ardhura, më shumë konsum,
më shumë punësuar, e si rrjedhin më shumë tatime, taksa dhe kontributet të derdhura. Afërsisht 30% e këtyre sponsorizimeve, ose rreth 10 milion euro, i kthehet shtetit në formë indirekte nëpërmjet taksave, tatimeve, kontributeve e tjerë. Efekti i këtij ndryshimi në buxhetin e shtetit dhe ekonomisë shqiptare sigurisht që do të jetë i gjatë, pozitiv, i qëndrueshëm. Në futboll, basketbol, volejboll dhe shumë sporte të tjera, një pjesë e madhe e klubeve zotrohen nga bashkitë përkatëse. Në shkeljet ligjit sot, fakt. Çdo vit buxheti i shtetit mban me vete një bazë shumë të madhe financiare për financimin dhe mbështetjen e këtyre strukturave sportive. Ky ligj është hapi i parë që do t'i bëjë të mundur këtyre klubeve të privatizohen me investitor potencial që do të kenë mundësi të sponsorizohen për përmbulimin e kostove dhe funksionimit të çdo klubi. Ky ligj ndihmon formalizimin total të klubeve sportive sipas standardeve të raportimit tatimor për çdo të ardhur dhe çdo shpenzim në klub në mënyrë që të mund të përfitojnë sa më shumë fonde nga të gjitha llojet e bizneseve. Kjo do të thotë më shumë të ardhurat të tatueshme dhe më shumë tatim në arkat e shtetit shqiptar. Jo vetëm për klubet, por edhe për subjektet e tjera që bashkëpunojnë për të financuar sportin. Natyrisht që ka edhe një paketë ligjore që do të preket. Ne kemi parë gjatë këtyre 12 viteve tashmë shumë raste me doping, shumë raste të sportistëve tanë që në fakt të fundit edhe më të pafajshëm të rast janë sportistët, sepse detyrohen mbas edhe nga strukturat qeveritare, mbas edhe nga njerëzit që i drejtojnë, për të dëmtuar trupin e tyre. Ne do të ndërhyjmë në ligjin e parandalimit të dopingut në sport, duke e forcuar këtë ligj për të mos arritur më që Shqipëria të përmendet në sport dhe disiplina të ndryshme si një shtet që përdor dopingun. Do të prodhojmë një rregullore për menaxhimin e objekteve dhe terreneve sportive publike. Ju e dini tashmë që vendi ka shumë terrene publike sportive, në fakt janë lënë në mëshirë të fatit, por me një riinvestim dhe me një vëmendje më të madhe, të gjitha këto terrene do t'u kthehen qytetarëve pa asnjë pagesë në shërbim të qytetarëve të gjithë vendit. Do të prodhojmë një paketë re ligjore për profesionet, pensionet dhe sigurimet shëndetësore dhe shoqërore të profesioneve të sportit. Njëja e menjëhershme dhe ndryshimet ligjore, ku më pas do të jetë profesoresh Aida që do të flasë për profesionin e trajnerit. Politika zhvillimore në sport do të jetë një produkt edhe i debatit dhe gjithë përfshirjes së gjithë aktorëve dhe faktorëve që përfshihen në fushën e sportit me qëllimin e vetëm, siç e përmenda edhe më lart, vendimarrje kolegjiale. Bashkëpunimi me ekspert BE-s. Ne për këtë program kemi pasur mbështetjen dhe përkrajen e ekspertëve nga Slovenia, të cilët Slovenia pra është sot si shembull, është marrë si shembull në vendet e Bashkimit Evropian për implementimin e ligjit të sportit dhe Bashkimi Evropian e ka si shembull pra Sloveninë se si e ka implementuar ligjin për sportin. Objektiva strategjik dhe politika zhvilluese. Natyrisht ne nuk mund të lëmë jashtë vëmendje sportin ndërtar. Ne jemi një vend i vogël dhe me emigrim tashmë të vazhdueshëm. Për fat keq shumë sportistë nuk gjejnë hapësira dhe largohen. Ju keni parë një dyndje të jashtëzakonshme të sportistëve të huaj që vinë në vendin tonë. Ne do t'u japim mundësi kampionëve tanë, duke siguruar një fond të veçantë nga Këshilli i Lartë i Sportit, i cili më në fund do të bëhet vendimarrës në politika sportive. Shqipëria në ligjin aktual që ka, e ka një Këshill të Lartë të Sportit, por që nuk ekziston, nuk funksionon. Këtu ka vetëm një individ që merret, është vetëm një individ që vendos për gjithçka. Nuk i ka lënë në dorë asgjë këtij Këshillit të Lartë të Sportit që të bëjë politika zhvillimore për sportin. Do të jetë ky këshill që do të krijojë një fond të veçantë për sportistët kampion, për ata që ngrenë flamurin e ekipit ton kombëtar ose individ veçantë që përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Natyrisht që infrastruktura sportive do të ketë një vëmendje, ashtu siç e përmenda pak edhe më sipër, ngritja e terreneve dhe infrastrukturave të reja është një sfidë, sidomos në qendrat urbane. Ne kemi qytete siç është Tirana, siç është Durrësi, siç është Vlora, siç është Shkodra, siç është Elbasani, që nga dyndja e kullëzimit, i themi ne, ku është mbytur me beton, janë mbytur me betonit, kanë hikur dhe indekset më minimaliste të metrave katror në dispozicion të qytetarëve për sportin. Nuk mund të lëmë jashtë vëmendjes edhe integrimin e pakicave në sport. Sporti është një mundësi dhe nevojë për gjithë, dhe ne do t'i kushtojmë vëmendje edhe shtresave të marginalizuara dhe personave me
me aftësi të veçanta dhe të kufizuara që të shfrytëzojnë terrenet sportive, ambientet sportive pa asnjë pagesë, pa asnjë detyrim. Natyrisht që infrastruktura sportive, ajo që unë po them, në këtë infrastrukturë do të ndërhyet edhe në facilitetet për personat me aftësi të kufizuara, që do të thotë si në hyrjet daljet, si në vendet e posaçme ku ata mund të ndjekin aktivitete sportive, pse jo, edhe infrastrukturë sportive në dobi të tyre. Edukimi nëpërmjet sportit, ajo që tha dhe doktor Berisha, është shumë i rëndësishëm për një vend si Shqipëria. Edhe sporti edukon, dhe edukon mirë. Njerëzit që merren me sport rriten mirë shëndetshëm nga ana fizike, por shumë shëndetshëm dhe nga ana mendore. Rizgjallërimi dhe riorganizimi i garave të ndryshme të sistemeve parauniversitare dhe universitare. Këtu gjej rastin të përmend dy federata shumë të rëndësishme në vendin tonë, që është Federata e Sportit në shkollë dhe Federata e Sportit universitar, të cilët janë lënë krejt mbrapa derës nga kjo qeverisje, nuk përkrahen dhe nuk incentivohen me asnjë buxhet nga qeverisja e Shtetit Shqiptar, duke i mbyllur dyert si në Komitetin Olimpik, ashtu edhe në aktivitete kombëtare ose rajonale. Industria e sportit, sot sporti është industri. Sot sporti ka hyrë në nivelet e bizneseve në rangun e 3 ose 4 në botë. Pra sporti është përkthyer në një biznes. Natyrisht, ne jemi një vend me turizëm të gjitha llojeve, turizëm detar, turizëm kodrinor, turizëm malor, dhe industria e sportit do të lidhet edhe nëpërmjet turizmit. Së pari ne do të krijojmë një hartë të plotë digjitale për të shfrytzuar asetet natyrore të Shqipërisë, duke përfshirë tashmë edhe zona ku mund të krijohen infrastruktura sportive për sporte të ndryshme, të cilat nuk ekzistojnë për momentin. Siç janë pistat e skijimit, hipodrome kuesh, vendet posaçme për alpinizëm, garat me vela dhe të tjera disiplina sportive të panjohura apo të zhvilluara më parë. Pra krijimi i industrisë sportive, duke stimuluar energjitë krijuese dhe inovatore, të gërshetuar dhe me politikën e turizmit dhe zhvillimin e turizmit sportiv, do të japë një frymarrje akoma dhe më të madhe industrisë së sportit. Këto ishin disa nga pikat, miqtë e mi, që ne si departament kishim për t'ju paraqitur sot. Faleminderit. Kam kënaqësinë për një pjesë tjetër të këtij programi të jap fjalën profesoresh Aida Sheut për të folur për atë çka është një nga pikat shumë të rëndësishme që Partia Demokratike do ta ketë në vëmendje, profesionin e trajnerit. Profesoresh, fjala për ju. Faleminderit tani. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar koleg, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, kryeministri i jashtëm i Shqipërisë madhështore. Një falënderim vjen për të gjithë anëtarët e Departamentit Sportit, me drejtues doktor Pogonin, që punuan për hartimin e programit të Partisë Demokratike të kapitullit mbi sportet. Sot më shumë se kur, ne dim që sporti është një nga faktorët më të rëndësishëm që bashkon shoqërinë, promovon vlerat shëndetshme dhe kontribon në zhvillimin e individit dhe të komunitetit. Partia Demokratike ka një angazhim të fortë për zhvillimin e sporteve në çdo nivel, nga baza deri tek elita, dhe për ta kthyer sportin në një mundësi të barabartë për të gjithë. Ne e shohim sportin jo vetëm si një mjet për të arritur rezultate, por si një instrument për të zhvilluar karaktere të forta, për të promovuar bashkëpunimin dhe për të mbështetur shëndetin e të rinjve tanë. Duke qenë pjesë e trupës akademike, si pedagoge në Universitetin e Sporteve të Tiranës, e shoh çdo ditë realitetin e vështirë në të cilën përballen studentët tonë. Sot do të flas për një çështje themelore që prek të ardhmen e sportit shqiptar dhe perspektivën e të rinjve që duan të ndjekin këtë rrugë. Aktualisht, pas përfundimit të studimeve bachelor në Universitetin e Sporteve, një student nuk mund të ushtrojë profesionin e trajnerit, pasi për këtë i duhet të ndjek master për mësuesi. Ky kufizim
ka krijuar pengesat shumta për të rinjt dhe ka ulur për zgjedhjen e universitetit dhe sektorit sportiv në Shqipëri. Në programin për sportin propozojmë njojën e menjëhershme të profesionit trajner pas përfundimit të ciklit bachelor. Ky ndryshim është themelor për 2 arsye kryesore. 1. Është krijimi i mundësive të shumta për punësim, ku sporti ka nevojë për profesionistë të mirë përgatitur dhe për një sistem fleksibël që do të mundsoj një hyrje më të shpejtë të trajnerëve në tregun e punës. Dhe bërja e universitetit të sporteve më atraktive, që neve t'ju japim studentëve motivimin e duhur për të ndjekur studimet pa u penguar nga bariera burokratike dhe akademike që nuk ekzistojnë në vende europiane. Po të marrim shembuj nga Europa, me Universitetin e Kroacisë, me Gjermaninë, Italinë, diploma bachelor në sport jep mundësinë të ushtrosh profesionin e trajnerit, menjëherë pas studimeve të kryera. Natyrisht, edhe federatat sportive mund duhet vazhdojnë me kualifikime dhe me specializime specifike. Ky është një hap i domosdoshëm për të garantuar mundësi të barabarta dhe për të siguruar një të ardhme më të qëndrueshme për të rinjt që të zgjedhin sportin si rrugën e tyre profesionale. Si akademik që jemi, kemi jo vetëm detyrën, por edhe përgjegjësinë morale të mbështesim fuqimisht nismën për ndryshime ligjore që njohin dhe vlerësojnë diplomat universitare për profesionin e trajnerit. Ky propozim pra është pjesë e këtij programi të Partisë Demokratike. Ka ardhur koha për të vepruar. Nuk mund të lejojmë që talentet e reja të largohen nga vendi ynë apo të mbeten pa punë për shkak të pengesave burokratike. Sporti nuk është thjesht aktivitet fizik, por një mundësi për të ndërtuar karakter, disiplinë dhe sukses. Dhe një nga dëshmitë më të qarta që Partia Demokratike i merr seriozisht premtimet për sportin është dhe vetë angazhimi personal i kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, ku stili i jetesës në mënyrë të disiplinuar, i karakterizuar nga ecjet e përditshme dhe përkushtimi ndaj një forme të shëndetshme të ushtrimeve fizike, është një shembull konkret i vlerave që ne duam ta promovojmë në të gjithë vendin. Ky angazhim i tij nuk është thjesht personal, por pasqyron një filozofi të gjerë, kur sporti dhe aktiviteti fizik duhet të jenë pjesë themelore e jetës së çdo qytetari, duke sjellë shëndet, energji dhe qëndrueshmëri, ashtu siç kryetari jon e ka dëshmuar në jetën e tij personale dhe politike, ku disiplina dhe këmbgulja janë armët më të forta të tij. Ne besojmë se sporti duhet të mbështetet dhe të promovohet si një prioritet kombëtar. Ju falemnderit. Faleminderit profesoresh. Doktor, t'jeni sigur që shumë shpejt do t'ju vijë propozimi me ardhin në qeveri ku profesioni i trajnerit të hyjë tek profesionet e lira, të jetë një profesion pa taksa, siç janë shumë profesione në Shqipëri që ju keni premtuar do kenë, pra profesionet e lira do kenë taksa zero. Kështu shpresojmë shumë që edhe sepse një pjesë e mirë e jona këtu jemi trajnerë, jemi njerëz që kontribuojmë nëpërmjet trajningut të sport, ku dhe ky profesion të konsiderohet si profesion i lirë dhe të jetë pa taksa. Mirë, unë kam kënaqësinë që ta shtit jap fjalën Salvador Kaçait, kampionit të futbollit. Fjala për ju, Salvador. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma zotë kryeministër. Ky është një takim shumë i rëndësishëm dhe shumë i vlefshëm, sepse sporti në Shqipëri është lënë masdorët. Unë nuk do të cekë ato që i tha zoti Pogoni që kishte bërë një program dhe zonja Ida të shkëlqyer, por do të them 2-3 gjëra të vogla pikante, me qenë se jam i fushës sportit, por kryesisht i futbollit.
Kryeministri ynë, siç e dini ju gjithë, e ka përvetësuar edhe fanelën e kombëtarës, është trajner i kombëtarës, është në gjitha fushët i ka marrë atributet. Do t'ju them vetëm një fakt të tmerrshëm. Buxheti për sportin për 2025 doktor është 1.6 milion euro. Për ca biçiklete që do vinë nga Italia për një tur ciklistik, ka planifikuar 7 milion euro. Pra shikoni, vetëm këtë po të referohemi këtij faktit, që është një fakt evident, pra kjo është një akt korruptiv, një vjedhje e taksave të shqiptarëve. Pra 7 milion euro për ca hajdute që vinë nga Italia për të bërë një tur me biçikleta dhe 1.6 milion euro është buxheti për 2025. Për sa përket ligjit për sportin, do të sjellë në vëmendje zoti Pogoni atë që thatë ju, Kosova ka kopjuar Gjermaninë dhe sponsorizimi, ka bërë copy paste, sponsorizimi i kompanive private është 40% ulje të taksave. Dhe ajo që është zoti Pogoni dhe kërkoj që ta kemi edhe ne në qeverisin e Partisë Demokratike dhe zoti Berisha është që gjithë bota sponsorizimi bazohet tek kompanitë që janë të po themi jo të basta, po të lirëve të fatit. Zoti Berisha ju e dini që ka 2 vjet që ky gjenjen do thotë që do t'jap 10 licenca. Edhe akoma nuk i jep licencë sepse i ka të vetat, i ka për veten e vet. I ka përvetësuar se po ti licencën e dhënë do të paguon taksat. Nëse ai ka i mban zezë sepse është edhe kryetari i lirëve të fatit, është vetë ai, i ka marrë ai në dorë. Ndërsa diçka tjetër që është për të habitur, domethënë për publikun, ne sporti është i gjithanshëm dhe i dashur, por kryesisht ekipi kombëtar është shumë i dashur dhe shumë i prekshëm në gjithë diasporën, në gjithë shqiptarinë. Do të sjell vëmendje këtu ndryshimin e emrit të stadiumit ton kombëtar. Ndryshimin e emrit, me qenë se kam qenë kryetar vet, i njësisë vendore, ndryshimin e emrit e ka kompetencë vetëm Këshilli Bashkiak. Ja ka heqë emrin historik, s'ka rëndësi se quhet Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa, dhe i ka vënë emrin Air Albania. Është bërë një kontratë, doktor, për të paguar disa 10 miliona euro. Nuk është dhënë asnjë lek, nuk është furtur në arkën e Federatës Shqiptare të Futbollit nga sponsor Air Albania. Pra kjo është një akt kryekput korruptiv. Do t'ju bjen përsëri në vëmendje, ka dalë disa herë dhe gënjen me pasaportën për ekipin kombëtar. Në vitin 1994, kur kam qenë pjesë e ekipit kombëtar, bashkë me Banon atje që është dhe përshëndes, me dekret të presidentit Berisha na ka pajis gjithë ekipit kombëtar, na ka pajis me pasaportë diplomatike. Pra 30 vite përpara jemi përpara këtij që dele gënjen, ja u ka dhënë pasaportë diplomatike, por ne kemi marrë para 30 vitesh. E kam poseduar për disa vite derisa kam lënë futboll e kam pas me dekret të presidentit Berisha. Pra çdo gjë që ka gënjeshta dhe ajo e fundit që të them që është shumë e prekshme, ky është edhe trajneri i ekipit kombëtar. Fatkeqësisht Silvinjo paguhet doktor me VKM, me vendim Këshillit të Ministrave nga qeveria shqiptare. E dini pse doktor? Sepse menaxheri që ka sjell Silvinjon, i vllai i tij nga Italia, e ka me emrin mbi emrin, kam gjithë dhe do t'ja jap gjitha Belindit që t'i bëjmë një denoncim, e ka sjell dhe ka bërë drejtor të lojrave të fatit në Shqipëri. Menaxheri i Silvinjos që ka sjell Silvinjon, që Silvinjo paguhet nga qeveria shqiptare me VKM të posaçëm. Patjetër, ja jap gjithë dokumentet, janë fakte publike, nuk janë dhe i vllai i menaxherit është emëruar nga Italia, sjell këtu, është bërë drejtor shumë i rëndësishëm në Ministrinë e Financës i alurëve të fatit apo një nga ato që i ka emër gjithë ja pas takimit. Kështu që kryeministri jon në ikje është pronari i gjitha këtyre, i ka bërë gjitha monopol korruptiv, domethënë derisa ka arrit të përdorë edhe stemen, flamurin, fanelën kuqezi, kjo është shumë e dhimbshme. Prandaj na del detyrë që deri me datën 11 kanë ngelur edhe 45 ditë, 43 ditë që kanë ngelur, që ta largojmë me votë me datën 11, të dalim gjithë, të angazhohemi gjithë, të trokasim, sepse unë jam në terren gjithë ditën dhe shoh që shumë të majt janë të dëshpëruar, janë të mërzitur dhe janë ose nuk shkojnë ose votojnë kundra. Të majtet që janë të majt ndershëm. Sepse ky nuk përfaqëson Partinë Socialiste, ky përfaqëson një sekt të rilindjes dhe i bëj thirrje juve dhe sepse ju jeni elita e Shqipërisë, sportistët dhe artistët janë elita e një kombit, e çdo kombit, dhe ju lutem
të gjithë në diasporë dhe kudo që jeni edhe këtu, të bëjmë thirrje dhe të jemi shumë të mençëm që me datën 11 maj, sepse po si largohem këtu, gjithë ky program që ka bërë ky departament i shkëlqyer i zotit Pogoni dhe i gjithë i zonjës dhe gjithë juve, nuk mund të realizohet pa larguar këtë të keqe të madhe që na ka mbërthyer edhe sportin, po gjithashtu gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit dhe urime për këtë projekt që ka bërë zoti Pogoni. Faleminderit. Faleminderit Salvador. Jeni të lirë, gjithë secili nga ju mund shpreh ndonjë mendim, do t'i lutesh a shkurt. Qofse keni pyetje për sa i takon programit ose diçka për diskutuar, doktori është me ne sot, ta shfrytëzojmë këtë rast dhe gjithë secili mund shpreh mendimet e tij për çfarë mendon për sportin për 4 vite qeverisë së Partisë Demokratike. Përshëndetje. I nderuar profesor Dr. Sali Berisha, të nderuar anëtar të panelit. Unë jam Matilda Matia, jam kandidate për deputete e Qarkut Shkodër, e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, por sot jam këtu edhe si përfaqësuese e një ndër sukseseve më të mëdha që sporti, veçanërisht futbolli shqiptar ka parë. Jam pjesë dhe menaxhere e ekipit futbollit të femrave të Vllaznisë. E mora fjalën për t'ju thënë pikëpari faleminderit që më në fund po i hillni syt nga sporti, sporti i cili është lënë harres gjithë këto vite, sidomos nga kjo qeveri, e cila po e hell dhe po e fut në gërmin sportin dhe talentet shqiptare. Faleminderit që po i hillni syt dhe faleminderit që po krijoni një platformë dhe një program që të mundsoj financimin e drejtë të sportit dhe të talenteve shqiptare. Diçka tjetër që unë doja të shtoja, sepse ju i thatë të gjitha dhe nuk kam çfarë shtoj tek ajo pjesë, vetëm një vëmendje veçantë nga ana jonë është për mbështetjen e lojtareve ose lojtarëve në tërësi elitare, sepse me platformat që kemi aktualisht, siç është ajo që zonja di shumë mirë e mësuesit, platforma e mësuesit, aplikimet as nuk merren për bazë. Pra, aplikohet dhe aty selektohen kush ka mikun, kush ka lekun dhe nuk merret meritokracia dhe aftësia e këtyre sportisteve. Kështu që do doja shumë që të merrni në konsiderat komplet puna, stërvitja dhe dirsa e derdhur e këtyre sportisteve elitare që kanë bërë ndër vite dhe kanë bërë kombin ton shqiptar krenar, sepse sporti nuk është vetëm një aktivitet ose një kënaqësi ose një spektakël, por është themeli i shëndetit dhe është krenaria jonë kombëtare. Shumë faleminderit. Faleminderit për fjalën. Fjalën e ka zoti Ervin Pepi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje doktor, profesor. Urime për programin dhe suksese në zgjedhjet e 11 majit. Unë quhem Ervin Pepi, kam punuar si sekretari i përgjithshëm në disa federata. Aktualisht shërbej si konsulent teknik dhe ligjor në një numër konsiderueshëm federatash, për këtë arsye po prezantojmë vetëm emrin tim se më pas më duhet të ruaj linjën e politike të secilit president dhe bëhet e vështirë. Me emrin dhe fytyrën time flas më lirshëm dhe me më vetbesim. Këtu në fillim dëgjuam nga djali në video për shifrën 1 milion euro për atë iniciativë, më pas zoti Kaçi foli për 7 milion euro. Kam përshtypjen profesor se kampion në është menaduar, patjetër, po kampion në këto, domethënë, veprime të dyshimta dhe abuzive mbetet Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Vetëm në këtë vit që flasim për financimin e projektit ekipet sportive në shkolla, bëhet fjalë për një shifër 7.5 milion euro dhe nga VKM-ja shequr dhe llogaria bankare. Dhe nuk dihet domethënë se ku shkojnë. Bëhet fjalë për një projekt që në letër nuk ekziston, ose të paktën aktorët e sportit, federatat që janë pjesë e Asamblesë Përgjithshme të Komitetit Olimpik nuk i kanë parë ndonjëherë. Nuk ka objektiva, nuk ka rezultate. Ajo që shfaqet asamble pas asambleje është një ekran që lexon ekipet sportive në shkolla dhe ftojnë të gjithë presidentët që urdhëroni dhe votojeni, miratoheni. Është një projekt që është në shkelje të ligjit aktual të sportit. Komiteti Olimpik është një shoqat, një ombrellë e federatave sportive, nuk bën sport, ashtu siç thotë vetë presidenti i Komitetit Olimpik. Komiteti Olimpik nuk bën sport, janë federatat që bëjnë.
aktivitete garuese në nivelin bazë dhe elitar. Vetë aktorët që ligji i njeh për të zbatuar projekte ose kampionate, aktivitete garuese në sistemin arsimor para universitar dhe universitar janë shprehur disa herë që këtë projekt që financohet vit pas viti me shifra 5 milion euro janë në gjendje dhe kanë ekspertizën dhe kapacitetet për ta bërë me vetëm 30% të fotin që i alokohet Kokshit. Megjithatë, ajo që kemi parë nuk ka një reflektim apo zbatim të ligjit sportit siç është aktualisht. Së fundi kemi një iniciativë ligjore, një projekt ligj të ri të sportit që synon që këtë projekt një përpjekje më sakt për ta futur në linja ligjore. Ku në nenin 6, profesor, pra shikohet që tashmë Komiteti Olimpik dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit kanë të drejtën të zhvillojnë aktivitete sportive në shkolla dhe universitete, të gjitha sportet. Me pak fjalë, kjo është një qasje disi anakronike, duke na kthyer mbrapsht në kohën kur sporti kohën e BVSSH-s, famshme. Bashkimit të fizkulturistëve dhe sportistëve shqiptar. Kisha 2 pyetje për këto. E para në referuar VKM-s që është hequr llogaria bankare, deputetët e opozitës apo që janë në kuvend kanë informacion, domethënë se si zbatohet ky VKM, se si kalohen 7.5 milion euro ke Komiteti Olimpik, po pa një llogari bankare. E dyta në raport me projekt ligjin, kush është qëndrimi, sepse aktualisht gjendet në kuvend, në mënyrë të nxituar, pa u konsultuar me aktorët e interesit, argumentohet ose motivohet sikur është një kërkesë e federatave, në fakt ka pasur goxha kundërshtime nga disa federata sportive për mënyrën se si është hartuar ky projekt ligj, pa i pyetur, pa konsultuar, dhe mënyrën e nxituar sot gjendet në kuvend. Dhe pyetja është çfarë qëndrimi do mbani dhe cila do jetë qasja juaj përkundër kësaj qasje referuar zhvillimit të sportit në sistemin arsimor. Faleminderit. Faleminderit Ervin për të dhënë faleminderit shumë për kontributin dhe sugjerimet e deri tanishme, ke qenë pjesë e rëndësishme e denoncimeve të kësaj afere të jashtëzakonshme që bën në shtetin shqiptar me Komitetin Olimpik, duke anashkaluar ato federata të cilat e kanë mision me ligj për zhvilluar aktivitetin sportiv në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra, Federata e Sporteve, volejboll, basketboll, për cilat ai jep këtë 5 milionësh, por edhe federatat tuaja, siç është Federata e Sportit në shkollë, ku kam zoti Viktor këtu, edhe Federata e Sportit Universitar, që e kanë me ligj këtë lloj misioni. Pra, unë nuk e di se si funksionon. Ne kemi bërë prezent për ta thënë edhe për grupin parlamentar, kemi dërguar materialin, siç edhe ju e dini, për ta bërë prezent dhe për ta anatemuar këtë nismë ligjore që ata po marrin. Por me sa duket në momentet e fundit u toroqën nga parlamenti, nuk e sollën në grupin parlamentar dhe për fat të mirë, nëse mazhorancën e kishin, edhe mund ta bënin dhe këtë, se ças kanë bërë deri tani, por nuk u kalua. Dhe për fatin tonë të mirë, duke shpresuar që zgjedhjet e 11 majit shkojnë me fitoren e Partisë Demokratike, natyrisht që do ta mendohet menjëherë ky ligj, ajo që tham, dhe do të jetë projekt ligji i ri që do të shkojë shumë shpejt pranë brenda 16 muajit parë, pranë Parlamentit Shqiptar për një rikonfigurim dhe njëherë të ligjit për sportin. Faleminderit. Mirë, fjalën e ka zoti Viron Bezhani, ish president i Komitetit Olimpik, një nga njerëzit që ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme në sport, por që është dhe konflikt tashmë të hapur prej vitesh me drejtuesin e Komitetit Olimpik. Nuk bëhet fjalë për konflikt, bëhet fjalë për sport, bëhet fjalë për rini. Për herë të parë, mbas shumë vitesh, po e ndjej vetë edhe unë që mund të bëhet diçka pozitive për sportin. Për këtë do doja t'ju falenderoj zoti Berisha, shoh një seriozitet të jashtëzakonshëm. Shoh një program dhe me të vërtetë mendojmë se mund të bëjmë ose mund t'i kthejmë fëmijët tanë edhe neve në Shqipëri. Pse? Sepse nëse do të bëhen gjithë këto gjëra, ju të jeni të sigurt, ju folët shumë bukur për sportin, por do të jeni të sigurt që me sportin ju do të keni gjithë rinin këtu në Shqipëri. Dhe duke vlerësuar sportin, ju keni vlerësuar rinin, keni vlerësuar të ardhmen e Shqipërisë. Të flasësh mund të themi për gjithë këto që dëgjova, si nga futbolli, si dhe nga sekretari, është të vazhduar në kokë. Ju nuk e dini që ai fond që kalon njërë 5 miliard, njërë 7 miliard, ajo e ciklizmit, dhe gjitha këto kalojnë pa kaluar fare në thesar. Pra, të kalosh legat, pa kaluar në thesar, kjo është një krim.
është një krim ekonomik. E kam ngritur këtë me të madhe. Edhe juve ju kam thënë, zoti Berisha, një fjalë ju kam çuar një mesazh që është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme mënyra se si juve nuk e dini, ose asnjëri këtu nuk e di, që gjithë ata patronazhistë që sot po punojnë nëpër Shqipëri janë paguar nga këto lek. 1000% këtë po e them, merrni shifni. A ka njeri nga PD-ja ose nga, mund të themi të thjesht, kuadër të thjesht, që merr 150 ose 200.000 lek në muaj nga Komiteti Olimpik. Nuk mund të kalosh lek nga Komiteti Olimpik, në gjithë ato lek bëhet tenderi dhe nuk kalon në thesar. Janë lekët tona, lekët e gjithë kësaj e popullit. Si ka mundësi që gjithë to lek të kalojnë me një vendim qeverie pa kaluar në thesar, dhe kjo kuptohet pse nuk kalojnë në thesar këto lek. Por, këtu ka shumë, unë do doja me fjalë, duke parë vlerësimin tuaj, do doja që me të vërtet venit një njeri që t'ishtë ada për këtë punë dhe ta ndiqte deri në fund, sepse duhet t'i japim fund këtij maskaralliku. Duhet t'i japim fund atyre djemve, ose ato që folën për sa i përket rinis, me të vërtet të vinë dhe të vlerësohen në Shqipëri. Në këtë mënyrë nuk mund të vlerësohen. Në qoftë se neve nuk e godasim krimin, në qoftë se neve e lejmë, ju them që edhe një senatori nuk mund të jetë baraz me legët që po kalojnë këtu. Edhe ato legët e ciklizmit, edhe ato legët gjithë këtu do kalojnë, pa kaluar në thesar. Dhe kur nuk kalon thesar, kuptohet që ato janë rrugë të ndryshme. Kështu që unë nuk ngelet gjë tjetër, sepse mund të flas për sa i përket projektit, ishte më të vërtet, të 5 elementet kryesor u diskutuan dhe u folën shumë qartë, por do doja vetëm vlerësimin maksimal. Unë e shoh që deri sot vlerësimi juaj ju ka ndjekur kudo në të gjitha fjalimet dhe me të vërtet shoh që është një revolucion, por nëse ky revolucion do jetë në sport, ju do ta shihni shumë më të bukur të ardhmen e rinisë tonë. Unë ju falenderoj me gjithë shpirt dhe nga sot mendoj se me të vërtet mund t'i kthejmë djent në Shqipëri. Ju falenderit. Faleminderit zoti Bezhani për fjalën. Tani, të lutem 1 minutë. Po. Zoti Berisha, diçka do të them për zotin Bezhani, në bazë statutit të Komitetit Olimpik Botëror, zotëria është president. Ja kanë gabitur, unë jam njohës i mirë, është president ligjisht. Ja ka gabit Edi Rama me shokun Fidel. Dhe kjo vjedhje që denonson zoti Bezhani është sepse ai ka Fidelin aty që e ka ushtarin e vet dhe i vjedhin lekët bashkë. Fideli është kryetari i Komitetit Olimpik. Kjo është e vërtet. Është i paligjshëm, është i paligjshëm tani edhe tani. Ai është i paligjshëm, presidenti është zotëria ligjisht mbas gjithë statuteve. Ja kanë marrë me dhunë. Ne kemi denoncuar para disa javësh edhe këtë vendim të çuditshëm të gjykatës shqiptare. Shiko, në Shqipëri çudirat nuk përbëjnë më në gjë kështu në një sens, por kanë marrë një vendim, doktor, shumë të çuditshëm, duke hedhur poshtë vendimin e gjykatës së arbitrazhit sportiv, që është gjykatë ndërkombëtarisht e njohur, për cilën Shqipëria ka firmosur për të qenë palë dhe pjesë e kësaj gjykate, deri një gjykatë shqiptare, deri një treshe gjykatësh, ka dalë 2-1 në fakt vendimarrja e tyre, ku marrin përsipër dhe zhbëjnë një vendim të Komisionit Arbitrazhit Sportiv të Lozanës. Kjo është vëzhduar në kokë, kjo është një aferë nga presioni që kanë, ose mbase nga parat që mund të kenë dhënë. Profesor, tani, një shtesë tjetër që do ta thuash, jemi vetëm shtet në botë që nuk kemi gjykatë sportive që kemi detyrim ligjor statutor pranë Komitetit Olimpik. Pikërisht kjo gjykatë i gjykon gjitha çështjet sportive dhe kë nuk e bën qëllimisht Fideli bashkë me kryeministrin për mos gjykuar asnjë çështje këtu, se po të ishte kjo gjykatë, doktor, kjo çështje e Bezhanit dhe shumë çështje gjykohen në Shqipëri. E ka vetëm ne vetëm në botë që nuk kemi gjykatë sportive pranë Komitetit Olimpik. E kemi është taksative e vendosur nga apo jo. Në fakt Salvador në ligj e kemi, por nuk e zbatojmë. Nuk e zbatojmë. Nuk ekziston. Kemi pas kemi gjykatë. Ligji e ka, në ligj është kasi. E detyrueshme. Është detyrueshëm, por nuk funksionon. Nuk funksionon edhe për çështje të sportistëve shqiptarë. Ne mund të jemi ndër të vetë. Okej, po kemi pranuar edhe Kazën e Lozanës, pas atë se njohim. Një sportist, profesor, një sportist që nuk po themi kot, nuk merr rrogën, do të shkojnë në FIFA ose në UEFA, ndërkohë që e ka detyrim ligjor të shkojnë pranë Komitetit Olimpik te gjykata që është me ligj tek Komiteti Olimpik. Pra jemi vetëm edhe herë përpërsisht në botë që nuk kemi gjykat pranë Komitetit Olimpik që është e detyruar ligjesht. Mirë. Fjala për
Përshëndetje tonëve, përshëndetje doktor, unë jam Seno Fishta nga Shkodra, sportdash. Sporti është vendi që na mbledh në bashkon tonëve, pavarësisht bindjeve politike. Unë rrjedh nga një familje e majt, por gjithmonë kam votu, personalisht kam votu njerëz dhe individa që i kanë dhënë Shkodrës në sport edhe në kulturë. Këtë herë për shembull është shembulli më i mirë vajza presidentit tonë të nderuar Lazar Matia që ka bë historinë, vllaznia e femnave ka luajtur në Ligën e Kampionëve, në grupin 16 që në më të mirë, edhe as nuk është respektu, as nuk i është bë as i fush, as nuk i ka dhënë atë që i takon. Ajo që deshte më thonë tjetër është që Shkodra ka dhënë çdo gjë, në çdo fushë, përveç fushave të politikës, sportit, artit dhe kulturës. Për bukurinë që ka Shkodra edhe potencialin që ka Shkodra e merititan me kenë qytet olimpik. Por fakten ato gjëra administrative që mendoj edhe propozoj që shpresoj të realizohen janë pse jo mjeshtria sportive e të gjitha sporteve bëhet në Shkodër, Akademia e Arteve në Shkodër, por transferohet edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Shkodër. Nuk do na më na fal gjë atë që na takon dhe politika që na ka bërë të 30 vjet. Ju Shkodra, ju ka dasht, ju don edhe do t'ju doj, sepse ju jeni mirënjohës. Edhe mendoj që jo vetëm program, por në statut duhet me fut planin për Shkodrën. Është kur Shkodra atë shumë sa ka kalu qytet në plan 2, në plan 3. Shkodra për mendimin tim është Stambolli i dytë, edhe kryeqyteti është Ankaraja, po për popullsi më i vizitueshëm është Stambolli. Mendoj që Shkodra e ka tregon edhe do ta tregoj gjithmonë potencialin që ka, edhe dashamirësinë për njerëz pozitiva. Unë personalisht po them edhe herë jam i nderuar si ashtu kampionja, trajnerja përsëri Nora Deda, ish voleyboliste, presidenti thash edhe Lazar Matia, vajza e tij e nderuar Matilda Matia, por personalisht kena edhe ideal që nuk ashtu me ne, por Teti Kupliku që është Cristiano Ronaldo i ardhmes politikës shqiptare, edhe të vlerave njerëzore. Do të shtoj edhe i disha, sprovë madhe ka kalu vllaznia me sportin, me piktorin, edhe ati as burdushi nuk i bën dërman, kështu që shpresoj të bani disa edhe t'ja ktheni Shkodrës atë që i takon. S'ku do na kërgja tjetër me na fal. Njësa në takon. Faleminderit. Faleminderit Fishta. Kënaqësi që dëgjojmë tilla mesazhe nga qytet, fakt shumë sportdashës, edhe jo vetëm sport, po art, kulturë, gjithçka transmetohet nga Shkodra. Do kisha kënaqësinë që t'jepja fjalën edhe një nga aktivistët shumë të vjetër të Partisë Demokratike që në fëmijëri, një pjesëtar i Federatës së Mundjes, një kampion i madh që vjen nga qyteti i Kukësit, zoti Sabacenaj. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sabacenaj, vi nga Kukësi, kam qenë sportist kampion dikur, 17 vjet trajner ekipit të parë të Mundjes Lirë Kukës, gjithashtu kam punu dhe si profesor i edukimit fizik pra një shkollë të mesme në Kukës. Momentalisht nuk jam i pa punë. Përshëndes në radhë parë profesor Dr. Berishën, kryeministrin e Ashëm të Shqipërisë, panelin ish profesorët e mi, Zyshaidën, profesor Tanin, Mjeshtrin dhe Albanën, dhe gjithë profesor Veronin, ish kryetarin e Federatës, kryetari i Komitetit Olimpik, gjithë kampion dhe sportistët e tjerë këto. E ndoqa me shumë vëmendje programin e Departamentit të Sportit, për të hartuar nga ekipi i Partisë Demokratike, dhe e përgëzoj profesor Tanin për punën e bom, bashkë me stafin e vet. Doktor, ne nuk duhet shpikem. Thjesht duhet kopjojmë Kosovën. Kosova në territor dhe në popullsi është territor është sa 1/3 e Shqipërisë. Në popullsi është gati sa gjysma e Shqipërisë. Buxheti i Kosovës është 3 deri në 4 herë më shumë se sa i Shqipërisë. Unë jam dhe i sportit gjithmonë. Unë jam dhe antar i kryesisë i Federatës Mundjes Shqiptare dhe
qyteti i Kukësit është qyteti që ka në shumë sporte tjera, sportin e mundjes e ka traditë. Ka që traditë, sa dhe për dasma, në zonat e Kukësit, dhe gjithmonë promovohet bot mundje. Ke pas zhbën sport, është bo sport që në lashësi. Që ti bishkut mos t'ju marrë dhe kohën, kam një kërkesë personale për profesor Dr. Berisha. Kukësi është qendër qarku. Dhe është një ndër zonat, është qarku më i varfër në Shqipëri. Është e vetmja, mos u gabofsha, qendër qarku që s'ka një pallat sporti. Ta kërkoj personalisht Dr. Berisha. Një pallat sporti në Kosovë kushton 1 milion deri 1,5 milion euro me çmimet e sotme, se dikur ka kushtu 800.000 euro. Dhe ti që ke bu rrugën e kombit me 1 miliard euro, do nuk e ke përnder se je dhe nga qarku jonë, do e meriton Kukësi të ketë palestrat mundjet dhe një pallat sporti ku të kryet gjitha aktivitetet sportive brenda pallatit sportit. Ne sot në Kukës e kemi shumë të vështirë të marrim aktivitete sportive, sepse nuk mund t'i bëjmë dot në terrenet e jashtme, se o do përballemi me shiun, o do përballemi me të nxehtin dhe me kushte atmosferike të ndryshme. Edhe herë duke ju uru suksese që mos ju marr kohë, ftoj gjithë shqiptarë sportdashtit në veçanti të besojnë tek programi i Partisë Demokratike, të punojmë fort deri në derë, që Partinë Demokratike, ta sillim Partinë Demokratike në qeverisje dhe të ndalojmë shpopullimin, një shpopullim i orientuar nga soristi i fundit Edi Rama. Ju përshëndes doktor dhe uroj suksese. Faleminderit Saba. Kërkon dhe zotëria fjalë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje profesor doktor Sali Berisha. Tani, zoti Kaçaj përmendi Artan Banon. Artan Banon, unë më falni, unë jam Gentian Qela, ish futbollist i ekipit Lushnjës, për 16 vite dhe 12 vite kam qenë kapiteni i ekipi, kandidat për deputet i Partisë Demokratike në Qarkun Fier. Zoti Kaçaj përmendi Artan Banon. Artan Banon është legjend në rrethin e Lushnjës. Por për bindjet e veta politike, në moshën 57 vjeçare është detyruar të emigrojë. Se nuk është dhënë mundësia të punojë në rrethin e Lushnjës. Unë vetë kam pas idhullin tim të adoleshencës. Por ajo bashki, ajo qeveri e detyroi dhe atë që është legjend në qytetin tonë të emigrojë, bashkë me familjen e tij. Është rikthyer për të ndihmuar mua për kandidimin tim në Partisë Demokratike. Gjatë kohës kam biseduar me Albanon për programin e Partisë Demokratike në qeverisjen tonë. Edhe i bëra vetëm një sugjerim. Të gjithë ish sportistët nuk është se kanë pasur shumë të ardhurat mira, por ka pasur dhe shumë informalitet, edhe unë vetë, kur lash futbollin, nuk kisha asnjë vit kontribute shoqërore. Edhe bëra kërkesën që të pyeteshim nëse mundesh që të futesh në programin tonë që të gjithë ish sportistët, ish futbollistët, që nuk kanë asnjë vjetërsi pune, të paktën ti njihesh kjo, se shumica prej nesh luajnë e zhvillojnë aktivitetin, karrierën e tyre për 20 vite dhe fillosh jetën 40 vjeç, nuk plotson vitet për dalë në pension pastaj. Albano mu përgjigj që do pyes doktorin të. Edhe mas 5 minutash mu përgjigj që kjo pikë futet e programi i Partisë Demokratike në qeverisjen e ardhshme. Tani, kam dhe një kërkesë tjetër që të gjithë ne duhet votojmë Partinë Demokratike, t'i themi gjithë miqve tanë, gjithë njerëzve tanë, se me gjithmonë unë e them kudo që vete. Jemi në emergjencë kombëtare, se jemi të pushtuar nga rilindja. Edhe e vetmja shpresë jemi ne, Partia Demokratike, s'ka asnjë shpresë tjetër.
Kështu që edhe pse djali është me bindje të majtë ta fol me njerëzit e tu atje, që na votojnë neve. Ju falenderoj të gjithëve dhe fitore me 11 maj. Faleminderit Çela. Do të kisha qef që në këtë takim, mbase jo shumë nga ju e din, po unë kam një mik të mirë shumë këtu, është njëri që e do shumë sportin, i është përfshirë shumë politik, po shumë fort, është kryetari i fushës elektorale për Tiranën, është Belin Kliçi, miku jon, miku i gjithëve, i cili është marrë shumë me sport, ai dashuron sportin e tenisit, po i do shumë sportin. Do të dëshiroja Belin edhe nga ju dy fjalë. Faleminderit për këtë surprizë tanë. Nuk e prisja që të flisja në këtë aktivitet. E nisi Salvadori duke bë batuta si gjithmonë, po është me të vërtetë kënaqësi që jam pjesë e këtij aktiviteti, që është një aktivitet elitar për sportin. Jo vetëm në Tiranë tashmë, sepse bashkë kemi bashkëpunuar edhe për programin për sportin që i prezantuam qytetarëve të Tiranës 2 vite më parë, por për gjithë Shqipërinë. Sporti është lënë harres për shumë vite me radhë, sigurisht në dekadën e fundit është lënë totalisht në harres dhe është abuzuar me historitë e famshme apo sukseset që kanë arritur shqiptarët në botë, që i kanë arritur në fakt falmundit dhe sakrificave të tyre dhe as pak fal investimit apo mbështetjes qeveritare. Unë jam i bindur që me këtë vizion qartë që ju keni si departament, ju e përmendët pak më parë në panelin e nderuar që jeni, që për herë të parë në Partinë Demokratike ka një departament të dedikuar për sportin, ka një punë serioze, voluminoze. Sali Berisha njihet që i mban dhe i tejkalon premtimet e tij dhe po ka thënë poja është po dhe këtë e dinë gjithë shqiptarët dhe jam i bindur që pas 11 majit të gjitha premtimet do të jenë realitet. Dhe sigurisht gjej rastin të falenderoj që më dhe mundësinë që edhe si mik po mbi gjithë edhe si drejtuesi politik i qarkut Tiranë, të jem pjesë e aktiviteti ku do kemi mundësinë që pas kësaj dite të sotme, në gjitha takimet tona që janë terren, ku shpeshherë pyetemi edhe për çështjet e sportit, shpeshherë pyetemi ku është pyetje konkrete në të gjitha zonat e Tiranës, mungesa e terreneve sportive, mungesa e hapësirave për të kryer aktivitet sportiv, pa diskutim ne të kemi programin ton, të kemi alternativën ton dhe të kemi përgjigjen ton. Ju uroj shumë sukses, ju falenderoj jashtëmase për këtë punë që keni bërë, edhe pa diskutim le ta bëjmë realitet këtë program pas datës 11 maj. Ftoj çdo qytetar shqiptar. Faleminderit gjithëve. Faleminderit Belin. Dhe për ta mbyll, më fal, shpëtim, doni edhe ju fjalë, po flasë edhe zoti Hoxha. Ju faleminderit. Faleminderit doktor Berisha. Je sportist dhe është kënaqësi e madhe që ju kemi prap. Notin vazhdoj e prap. Unë jam trajner notit edhe nipit tuaj bile. Belindi na futi pak në fushat elektorale. Unë mendoj që Partia Demokratike ka disa sfida për t'i thënë njerëzve 2 gjëra. Ju lutem. Unë çdo ditë takoj njerëz dhe ta dini, nuk ka një familje shqiptare që është duke çu fëmijët në sport, në stërvitje dhe të jetë e kënaqur. Çdo prind, nanë, bab janë duke vajtu sot për sportin e fëmijëve tyre. Ta keni qartë. Nëse dikush më gjen një, ma thoni se unë do t'i jap një shpërblim të vogël te aty ku punojmë ne. Pra nuk ka asnjë, jemi të mërzitur gjithë. Partia Demokratike duhet t'i thojnë kandidat për deputet të marrin një sfidë madhe, siç e ka Italia dhe Europa, që fëmijët nga 6 deri në 14 duhet marrin një bonus sportiv. Kushdo që do shkojnë në sport duhet të mbështetet financiarisht dhe është e mundur sepse ka Bashkimi Evropian, kanë rrethet, kanë bashkit, sigurisht ka edhe qeveria vullnetin për me i dhanë. Dhe t'i themi që fëmijët nga 6 deri në 14 nga Partia Demokratike do të marrin një bonus. Jo si sot, të cilët dalin vetëm me lekët e familjes, me transportin e familjes dhe në hall të madh. Kjo është e para. E dyta, që prap duhet ja themi njerëzve tanë për të na besu për diçka. Për ta bërë Shqipërinë madhështore, ne minimalisht duhet rrisim terrenet sportive, jo se i ka Europa, po t'i rrisim pak më tepër, si rriten. Prapë kemi një shembull tek miqtan italian. Kanë kriju institutin e financimit sportiv. Kushdo që do në me bën një terren sportiv, do t'i drejtohet qeverisë tonë. Me kryeministër Berishën t'i thojnë, du me bën një fushë sportit dhe do jeti kredituar për 20 vjet, po asnjë interes mjafton që ne t'i afrohen Europës.
Në qoftë se ne këto si Parti Demokratike ja themi njerëzve, do na besojnë sepse është e mundur dhe vetëm kështu me fakte reale mund ta bëjmë, jo sportin. Sepse sigurisht sporti është një nga aktivitetet e rëndësishme shoqërisë për konkurrencën, për shtetin dhe për gjithçka. Po mund t'i bëjmë njerëzit më të mirë dhe këto fëmijë që të besojnë se ky shtet i don. Don Bosco ja ka thënë, nuk mjafton me i dash fëmijët, po duhet ta dinë që ne i duam dhe ne duhet me i dash duke i financuar dhe duke i mbështetur në aktivitetin e tyre. Ju faleminderit shumë. M'falni se. Faleminderit shpërtim për fjalët. Për ta mbyllur unë do doja t'ja jepja fjalën një zonje. Unë jam i çike të trajner femrash, prandaj për mbyllje du t'ja jap fjalën një zonjë nderuar, një zonjë shumë luftarake, shumë sportive në karakter. Është gjithë ditën në mes studentëve, është gjithë ditën edhe në fushat këto kohë. Kandidate për deputete, zonja Iliana Kuçana, ka diçka për të thënë edhe për ne sot. Në qarkun e Durrësit kandidon. Përshëndetje të gjithëve. Ndjehem e nderuar të flas në mesin tuaj. Për hir të vërtetës, unë flas edhe si nuse e një ish futbollisti, edhe ndoshta edhe duhet ta përmend të fakt, si edhe si familje me traditë futbolli, familja Xhafa, por sot do dua të flas si një pedagoge që rri gjithë ditën me rinin dhe që nisma dhe kauza që ne kemi marrë në universitet kanë qenë gjithmonë për sportin, ku edhe me tanin kemi pas bashkëpunime të ndryshme, ku po themi të rinjt ka pasur kampionate për futbollin, për voleybollin të ndryshme, në mënyrë që rinin ta largojmë nga problematika të ndryshme që duhet të jemi në qendër të vëmendjes, duhet jetë sporti dhe arsimi. Për të gjithë njerëzit që pyesin se nga i buron energjia Sali Berishës, unë do ta them sepse nuk isha përgatitur për të folur realisht. Patjetër si një njeri që gjithmonë e keni parë që të eci, që gjithmonë të jetë një natyrë sportive, unë ju them sot të gjithë të rinjve që na ndjekin sot, që të votojnë Partinë Demokratike, të votojnë njisha edhe të bëhen njisha si doktori që t'jenë me energji në moshën që është doktori. Miku im Tani, mikesha ime Aida, miku im Salvadori, Albano, e shumë miq të tjerë këtu. Do ta mbyll duke ju falendëruar dhe duke mos e zgjatur dhe faleminderit shumë se realisht është një emocion shumë i madh të flasës mes energjisë të sportistëve. Faleminderit. Faleminderit zonja Kuçana, edhe për ta mbyllur fjala për doktor Berishën për të bërë mbylljen e këtij aktiviteti. Ju falenderoj edhe një herë shumë përzemërsisht të nderuar panelist dhe diskutant. Keni diskutuar dhe keni paraqitur probleme me një përgjegjësi të madhe, në të cilën faktohet se çfarë efekti kanë tentakulat e mafjes pushtetit mbi këtë sport që është dhe më shoqërori, më të themi më përbashkuesi. Në këtë fush të një rëndësie kapitale për njeriu si në rrafshin fizik, po kaq në rrafshin psikologjik. Jam të pandashme këto. Diskutimet tuaja dëshmojnë se programi transformues i përgatitur nga departamenti dhe i paraqitur këtu nga zoti Bezhani është një emergjencë edhe për sportin. Është një emergjencë për sportin dhe për vendin. Zbatimi dhe implementimi i tij sa më i shpejt. Në fillim të fjalës sime theksova që mafja politike dhe kisha konstatuar se klani Rama kishte kthjetrat e tij të zeza nëpërmjet Olsit, nëpërmjet të tjerëve, por që gjërat të shkojnë në këtë shkallë,
faktikisht sektori del, po ta marrim si një sektor transishëm të jetës shoqërore të vendit, transpozohet në raport me shtetin si një sektor tërësisht ekstra shtetror. Kur në gjonë se atë që thot Zoti Bezhani, unë ju them ju, kur një qëndark nga i buxhet nuk mund të ipet ndryshe përveç se me thesar. Ndaj ai thesar, Ministria e Financave nuk quhet Ministria e Shtetit. Thesari quhet thesari i shtetit. Ai thesar quhet thesari i shtetit. Çka do thot se në këtë shtet asnjë qendar, asnjë centim nuk mund të kaloj ndryshe veç se nëpërmjet tij. Kjo mafje nuk ndjek asnjë rregull. Kjo praktik është praktika e vjedhjes me thes të parave publike. Pa i kaluar thesar. Vendimi i arbitrazhit ndërkombëtar të sportit me kushtetut prevalon mbi ligjin shqiptar. Kushtetuta e Shqipërisë ka njohur, ka sankcionuar se vendimi ligjin ndërkombëtar mbizotron mbi ligjin e vendit. Vendimi arbitrazhit është ligj, vendimi i gjykatës është ligj. Por në një vend ku gjykata kushtetuese vendos t'i heq mandatin ministrës se ka marrë 10.000 metër katror tokë publike në Bregdet i burri i saj, dhe mafia qeveritare e mban, nuk pyet për vendimin e gjykatës kushtetuese. Këto janë rekordet ndër më të zezat. Indiferenca e qeverisë ndaj arritjeve si të është ekipi i femrave në Shkodër, krenari kombëtare, dhe injorimi që i bëhet, tregon një mentalitet qartësisht armiqësor. Sa do që të themin se ka një moment këtu gjithnjë. Është shumë e vështirë sot, sepse gjërat janë harruar normal, të lidhish disa qëndrimet sot me disa qëndrimet të 40 viteve më parë, por në fakt janë të lidhura. Në fakt janë të lidhura. Qëndrimi që mban ndaj Shkodrës është një qëndrim atror. E them këte me bindje. Shkodrën, Edi Rama, socialistët në qeverisë e tyre të parë të themu çfarë i bën Shkodrës. E shkatruan për energjinë elektrike. Përdor një skem të njohur. Përdor një skem shumë të njohur të diktaturave ndaj zonave armiqësore. Diktaturat në Amerikën Latine dhe të tjera në zonat armiqësore për të rënuar ato zona që ata i konsiderojnë, ata u ndërprisin energjinë. Dhe Shkodrës në vitet 98, 99 i pritej në 80%, 90% të kohës energjia. E rënuar. Vazhdon po këtë politikë. Sot i vendos Dobraçin. Kryetari i bashkisë varet nga Dobraçi. Deputet që garojnë
varë nga Dobraçi. Krijojnë bajrët, janë bankomati. I Edi Rams dhe natyrisht Shkodra, një qytet, jam dakord me ju zëri. Një qytet me vlerat përjetshme. Një qytet me vlera të jashtëzakonshme. E merr dhe zhvesh ka të gjitha institucionet. A mund të imagjinoni një Shkodra s'ka arkiv? Ja ka heq arkiv, ja ka heq gjitha, s'ka kadastre, ja ka heq gjitha institucionet. Dhe përpiqet me çdo kusht ta reduktoj sa më shumë. S'ka zëdëria si more. Jo, urdhë. S'ka zëdëria si more. Ndaj dhe pa diskutim që këto qëllrime jo vetëm marrin fund, por rikthim të fuqishëm në të drejtën e saj, se këto janë se të nxjerrësh një ekip me performancë europiane dhe botërore dhe ta injorosh, kjo është dëshmi e urrejtjes që ti ke për suksesin atij qyteti. Dhe kjo merr fund. Ju garantoj që Kuksi vitin e parë të qeverisjes do të ketë stadiume e mbyllur, stadiume e lojrave të mbyllur, unë do me thënë Deomos, dhe jo vetëm Kuksi, por edhe në qoftë se ka qendra tjera, po nuk di të ketë që ka pas stadium të lojrave, stadium të mbyllur të lojrave, ato do ndërtohen. Do ndërtohen. E shtruhet shumë drejt. Çështja e statusit. Do ketë një status për sportistët. Urdhë. Pa sigurime shoqërore. 20 vite. Sigurisht që do marrin përgjigje të plot dhe për një sportist nuk ka asnjë vështirësi të edhe për artistët. Këtu u kërkua që trajneri të konsiderohet profesion i lirë, duhet patjetër të konsiderohet. Pra, një qëndrim rrënjësor i qeverisë ndaj sportit do nis pas 11 majit. Mafja e sportit do marrë ndëshkim në programin ton e kemi pastrim në shtëpisë. Se ai që merr 7 milion jashtë Thesarit, ai është do më thënë bashkëpunëtor në një krim të shëmtuar. Pra, do bëjmë një pastrim të shtëpisë nga mafja në gjitha fushat. Ne po flasim këtu për sportin, po tragjike dhe dramatike është gjendja në shumë fusha tjera. Të merrni shtetësinë ju, të i kalon çdo lloj kufiri dhe limiti, ku njerëz të cilët shpresën e vetme e kanë një ilaç dhe atë nuk e marrin. Dhe atyre u thuhet, u merren në telefon, se këto 3 muaj do mungoj. Nuk do ta merrni. Absolutisht. Aparatura tëra të cilat janë jetike për mjekim, disa forma të smundjeve malin që mjekohen fare mirë, lihen 3 muaj, 3 vjet pa rregulluar dhe të smurt. Pra, kjo situatë nuk është vetëm në sport. Kjo situatë është në shumë fusha tjera. Dhe ju siguroj se një
transformim rrëjsor do ndodh pas 11 majit. Ligji do amendohet, siç e propozuat, e domosdoshme, kërkohen terene sportive. Janë emergjencë terene sportive. Terenet sportive janë terene emergjente. Ka patur Tirana 105 terene sportive, i diktatur ishte ajo. Po terene sportive i kishte ajo. I kishte. I zhduken një nga një. Do i rikthehemi me forcën më të madhe. Do të vendosim sportin në pjedestalin që meriton. Folën në fillim për një strategji kombëtare. Kjo strategji do të shtrihet për shqiptarët kudo që janë. Shteti, ke pati që në njërës ja u japin dhe flamurin për inat, jo flamurin, po shteti do të sponsorizoj, do të mbështesë sukses në çdo shqiptari kudo që ndodhet. Kudo që ndodhet. Kudo që jeton. Ndaj dhe ju garantoj se ky program, këto shqetësime që ju ngritët, të drejta, shumë të drejta, do marrin përgjigjen më të mirë pas 11 majit. Ndaj dhe le të votojmë të gjithë si që jemi njësha. Të votojmë njësha. Të votojmë njësha. Ju falenderit shumë për... Faleminderit, doktor.